Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion, ja ku jemi sërish së bashku në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 4 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1776, Ishulli i Rodit bëhet e para koloni amerikane që refuzoi aleancën me mbretin Gjeorgji III. 1814, perandori Napoleon i parë i Francës arrin në Portoferrario në ishullin e Elbas. 1904, SBA-ja fillon punimet për hapjen e kanalit të Panamas. 1912, Italia pushton ishullin e Rodit. 1924, në Paris filluan lojrat olimpike. 1932, në Atlanta, Georgia, SBA, gangsteri Al Capone fillon të vuajë dënimin 15 vjet burg për evazion fiskal. Lindje 1008, lindi mbreti Henri I i Francës. 1870, lindi Pashk Bardhi, klerik, mësues, përkthyes dhe folklorist shqiptar. 1879, lindi Leonid Mandelstam, filozof rus. 1928, lindi Hosni Mubarak, general egjiptian, politikan, bashkëthemelues i lëvizjes së Moskuadrimit. Vdekje 1980, vdiq Josif Broz Tito, politikan jugoslav. 1986, vdiq Branko Belan, regjisor filmi kroat. Festa dhe përvjetore. Dita botërore e sëmundjes së astmës. Dita botërore e zjarrfiksëve. Sot kemi përgatitur biografinë e Roger Dan Miller, një këngëtar amerikan i cili nisi karrierën e tij si kompozitor në fund të viteve 1950. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Roger Dan Miller Sr. ishte një kantator amerikan, i njohur gjërësisht për këngët e tij të reja të ndikuara nga Honky Tonky dhe hitet e tij në krye të vendit për pop, King of the Road, Dance Me dhe Angli Swings, të gjitha nga mesi i viteve 1960, të epokës së tingullit të Nashville. Pasi u rrit në Oklahoma dhe shërbeu në Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, Miller filloi karrierën e tij muzikore si kompozitor në fund të viteve 1950, duke shkruar hite të reja si Billy Bayou dhe Home për Jim Rivers dhe Invitation to the Blues. Më vonë, ai filloi një karrierë regjistrimi dhe arriti kulmin e famës së tij në mesin e viteve 1960, duke vazhduar të regjistrojë dhe turnen në vitet 1990, duke shënuar hitin e tij të fundit në Top 20 Country Old Friends me Price the Wheel, Nelson në 1982. Ai gjithashtu shkroi dhe performoi disa nga këngët për filmin animuar të Disneyt të vitit 1973, Robin Hood. Më vonë, gjatë jetës së tij, ai shkroi muzikën dhe tekstin për vitin 1985, fituesi i çmimit Tony Musicor në Broadway Big River, në të cilin ai shkroi. Miller vdiq nga kanceri mushkërive në 1992 dhe u fut në sallën e farmës së muzikës country 3 vjet më vonë. Këngët e tij vazhduan të regjistroheshin nga këngëtarë të tjerë, me kopertina si Tell Things nga Alan Jackson dhe Husbands and Wives nga Brooks and Dunn. Të dy arritën vendin e parë në top listat e vendit në 1990. Muzeu Roger Miller, tani i mbyllur në qytetin e tij të lindjes, Eric, Oklahoma, ishte një haraç për Millerin. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku pak kohë më parë ju folëm për qytetin me aromën më të mirë në botë,
Por kësaj radhe do të flasim për qytetin më të qetë. Qetësia ka një ndikim të thellë në trupin e njerëzit, si fizikisht ashtu edhe emocionalisht. Këtu janë disa nga mënyrat kryesore në të cilat qetësia ndikon në trup. Niveli i ulët i aktivitetit të zërit rrit nivelin e qetësisë, duke ulur stresin fizik dhe emocional. Kur trupi është në një qendje të qetë, sistemi nervor aktivizohet dhe ndihmon në uljen e niveleve të hormonit të stresit. Përshpejtojmë procesin e shërimit. Kur trupi është në një ambient të qetë, sistemi imunitar punon më efektivisht. Kjo mund të rezultojë në një shërim më të shpejtë të lëndimeve dhe sëmundjeve. Përmirëson gjumin. Një ambient i qetë ndihmon në rregullimin e ritmit kardiak të trupit, duke ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Gjumi i mirëfillt ka një ndikim të drejtë në shëndetin fizik dhe mendor. Ul presionin e gjakut. Një ambient i qetë ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Kjo është e rëndësishme për shëndetin e zemrës dhe të enëve të gjakut. Përmirëson qarkullimin e tij. Qetësia ndihmon në relaksimin e muskujve dhe të enëve të gjakut, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut në trup. Rrit kujdesin dhe ndërgjegjësimin. Një ambient i qetë ka tendencën të rrisë ndërgjegjësimin dhe kujdesin ndaj trupit. Njerëzit që jetojnë në një ambient të qetë janë më të prirur të kujdesen për veten e tyre dhe të marrin kohë për rehatësi dhe relaksim. Në përgjithësi, qetësia është e rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm të trupit dhe mendjes, ndërkohë që stresi dhe ndërprerjet e vazhdueshme mund të shkaktojnë shumë probleme shëndetësore. Qetësia është një nga mjetet më efektive për të përmirësuar mirëqenien tonë të përgjithshme. Të lodhur nga zhurma e Tiranës apo qyteteve të mëdha me fabrika dhe makina të cilat mbizotrojnë në vend, është e vështirë të gjesh qetësi. Kohëzjatja dhe cilësia i gjumit tonë luajnë një rol vendimtar në rutinën tonë të përditshme dhe rrjedhimisht në jetën tonë. Një gjumë i qetë i cili zjat rreth 7 orë ka aftësinë të na pushojë dhe të na mbush me energji për ditën e nesërme, duke na pastruar të menduarit. Në Europë, disa vende i kanë kuptuar plotësisht përfitimet e gjumit për shëndetin e njerëzit dhe në këtë mënyrë sigurohen që ata të flenë mjaftueshëm. Nga ana tjetër, ka disa vende ku gjumi nuk është lart në listën e tyre të nevojave, gjë që me kalimin e kohës do të ndikojë edhe tek banorët. Në një hulumtim të kryer për vendet e Europës dhe marrëdhëniet e tyre me gjumin, ata identifikuan ato me banorët më të qetë, por edhe ato ku gjumi mungon në jetën e tyre. Faktorët e egzaminuar përfshinin të dhëna për orët maksimale dhe minimale të punës, të drejtën për leje dhe pushime. Sa pushime u lejohen punëtorëve çdo ditë në punë dhe përqindjen e popullsisë që flen 7 ose më shumë orë në natë. Në krye të kësaj renditje ishte Slovakia, ndërsa pesën e parë plotësonte Finlanda, e cila për të 7 vit u shpall shteti më i lumtur në botë. Më pas vijon Bullgaria, Portugalia dhe Estonia. 5 vendet e radhës në 10-shën e parë janë Franca, Lituania, Norvegjia, Republika Çeke dhe Islanda. Për sa i përket vendeve që zënë pozicionet nga 11 deri në 20, ato janë Austria, Suedia, Luksemburgu, Danimarka, Gjermania, Letonia, Rumania, Spanja, Mbretëria e Bashkuar dhe Kroacia. Slovakia, e cila kryesoi në këtë garë për të shpallur vendi më i qetë, nuk është një vend që përmendet shpesh për qetësinë e tij absolute. Megjithatë, ka zona të bukura dhe të qeta në këtë vend të Europës qendrore. Disa nga zonat më të qeta në Slovaki janë Tatrat Slovake. Këto male janë një destinacion i preferuar për turistët që duan të shijojnë natyrën dhe qetësinë. Përfshin kodra të larta, lumenj të pastër dhe peizazhe të manitshme alpine. Parku Kombëtar i Paradis Slovake. Ky park kombëtar është një oazë e qetësisë dhe bukurisë natyrore. Më shumë shtigje të ngjeshura dhe ura të drurit që kalojnë përmes kanjoneve dhe shkëmbimeve të manitshëm. Ky park ofron një provojë të qetë të qetësisë dhe aventurës. Ky qytet fortifikim është një zonë e qetë dhe e bukur në Slovaki. Me arkitekturën e saj të lashtë dhe qetësinë e saj, është një vend ideal për të shijuar qetësinë dhe historinë e vendit. Përveç këtyre zonave, ka edhe zona të tjera të qeta në fshatra dhe fshatra rural nëpër Slovaki, ku njerëzit mund të gjejnë qetësi dhe relaksim larg zhurmës së qyteteve të mëdha. Çdo vend ka bukuritë dhe qetësitë e veta, dhe gjetja e qetësisë varet shumë edhe nga preferencat dhe perceptimet individuale. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit për ditën e shtunë. Drejtori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rreshje shiu dhe në disa zona me rreshje të pakta dëbore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius.
Era parashikohet të fryjë nga veri perëndimi me shpejtësi 1 deri në 10 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 12 deri në 19 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 6 gradë, Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 17 gradë, Durrës 14 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 14 deri në 18 gradë, Elbasan 11 deri në 17 gradë Celsius, Berat 11 deri në 15 gradë, Korçë 4 deri në 10 gradë, Vlorë 14 deri në 17 gradë Celsius, Gjirokastër 8 deri në 14 gradë, Sarandë 10 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 8 deri në 18 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 14 gradë, Skënderaj 7 deri në 17 gradë Celsius, Pej 10 deri në 16 gradë, Prishtinë 8 deri në 15 gradë Celsius, Gjakov 10 deri në 18 gradë, Malishev 9 deri në 15 gradë, Gjilan 9 deri në 15 gradë Celsius, Ferizaj 8 deri në 16 gradë, Kaçanik 9 deri në 15 gradë, Prizren 8 deri në 14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rrjetet më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.